Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje. Shumë faleminderit Ermira. Po, kam marrë shumë komplimente, por më e rëndësishme është që unë jam shumë e kënaqur, është një nga prerjet e flokëve më praktike që kam pasur deri tani. Nuk duhet shumë punë dhe për mua prakticiteti është gjë më e rëndësishme. Po mendon të njëjtën model ta këshilloj patjetër. Kisha dëgjuar disa mite që çunave nuk i pëlqej flokë të shkurtra, po nuk qenë kjo vërtet. Kam marrë shumë komplimente edhe nga çunat, kështu që e këshilloj me ngulm. Edhe një gafore. Atëherë, po bëj një lajmërime të zakonshme. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, të martë dhe të shtunë. Të martave bëj me pyetje përgjigje ose me ciklin e hënës në varë të ciklit të hënës, ndërkohë që ditën e shtunë e bëj për parashikimin javor. Të dyja këto i bëjnë orën 19, kur flas për ciklin e hënës dhe për parashikimin javor, flas edhe në lidhje me shenjat, ndërkohë që kur bëj pyetje përgjigje përgjithsisht në varësi të pyetjeve tuaja. Të gjitha lidhjet e mia të drejtë për drejta mund t'i gjeni te kanali im i YouTube-it. Dhe përveç këtyre kam edhe parashikimin ditor. Parashikimin ditor do t'i këshilloj që ta dëgjoni çdo ditë, sepse jap disa informacione të rëndësishme se si mund ta shfrytëzojmë ose si të tejkalojmë problemet që mund të kemi gjatë ditës. Prandaj do të këshilloj me ngurm që të dëgjoni atë edhe tek gjitha platformat e mia, prandaj në të gjitha platformat e mia mund ta dëgjoni ku të dëshironi ju. Emri tek të gjitha rrjetet e mia sociale është i njëjtë, është astrologe Denisa Shyle, është e thjeshtë për të gjendur. Kemi një hënë të re, i kërkoj ndjes, kemi hënë të plot nesër dhe lidhjen për këtë hënë të plot, pra ndikimet që do të ketë ajo, si në përgjithësi, po ashtu dhe tek të gjitha shenjat mund ta gjeni tek video që bëra, e keni tek kanali im YouTube, do të këshilloj që ta ndiqni. Duke qenë se është nesër, kemi ende kohë që të marrim masë ose dhe ta shfrytëzojmë sepse është një hënë plot shumë pozitive. Ndërkohë që përveç këtyre që sapo përmenda, bëj edhe analiza personale, parashikime personale, po ashtu edhe, po e them në këtë mënyrë, bëj konsulta personale, të cilat janë me pagesë, dhe gjatë këtyre konsultave mund të merrni analizën tuaj të hartës, analizën e lidhjes, parashikimin për të ardhmen tuaj, e njëjta që është e vlefshme edhe për ata të cilët nuk e dinë orën e tyre të lindjes, është një ndër shërbimet e mia, me sa di unë, të paktën brenda Shqipërisë, nuk ka, është një shërbim që vetëm unë ofroj. Duke qenë se unë kam studiuar për astrologji di dhe mënyrë të ndryshme për të gjetur këtë, në varësi dhe të orës së lindjes, detyrimisht që të dashën e juaj, është një nga gjërat më të rëndësishme që kemi në hartën tonë, prandaj do të këshilloj me ngurm që të gjithë ta merrni vesh. Okej, në këto momente kemi disa kalime planetare, sot kaloi Marsi tek shenja e Shëgjetarit. Është një ndikim pozitiv, të vërtetë, sepse Marsi është një planet zjarri dhe po kaloi tek një tjetër shenjë zjarri që është ajo e Shëgjetarit. Për këtë arsye ndikimi në përgjithësi tek të gjithë ne është pozitiv, jemi më aktiv, duam që të udhëtojmë më tepër, duam që të vrapojmë drejt informacionit dhe nga ana tjetër ashtu edhe drejt stabilizimit. Është një ndikim i cili në përgjithësi do të prekim më tepër anën tonë intelektuale, sepse do të vrapojmë më tepër drejt informacionit në këto momente. Është diçka pozitive edhe kjo, por duke qenë do të kemi dhe retrogradën e Mërkurit tek shenja e Shëgjetarit, mund të kemi një super fuqizim tek kësaj shenje, që do thotë që mund të bëhemi shumë fanatik nëse nuk jemi të vëmendshëm. Kjo është një nga anët e errta të shenjës së Shëgjetarit. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, thjesht mundohemi që të dëgjojmë të tjerët, t'i lejmë të flasin deri në fund, e kemi më të thjeshtë që të balancojmë gjithçka në këto momente. Por në qoftë se mundohemi thjesht që mendimi jon të fitojë, pra detyrimisht mund të kemi probleme të rëndësishme. Shenjat të cilat do të preken më tepër nga këto ndikime janë shenja të ndryshueshme, sepse shenja e Shëgjetarit është një shenjë ndryshueshme, mënyra se si do të preken. Atëherë, po marr me radhë, shenja e binjakëve në përgjithësi do të ketë sfida tek marrëdhëniet e tyre sentimentale ose tek partneritetet e tyre në mënyrë që të gjejë gjuhë të përbashkët. Në momentin që jemi më empatik, jemi më të përmbajtur, kemi më të thjeshtë ta bëjmë këtë. Shenja e Virgjëreshës, ndikimi më të rëndësishëm do ta ketë tek marrëdhëniet brenda familjes. Këtu vërtet që mund të duaj që fjalët të imponojnë mendimin e tyre. Kjo mund të bëhet pra problematike.
Në të njëjtën kohë mund të jenë dhe shumë të nxituar, sidomos në lidhje me shitjet e blerje të shtëpisë në këto momente, nuk do ta këshilloja. Jemi edhe gjatë retrogradës së Mërkurit, për e këshilloj domosdoshmë me ngunë që në këto momente të mendojmë mirë ose mundësisht mos i bëjmë shitje blerje të tilla. Dhe në qoftë se komunikojmë në mënyrë pak më të hapur dhe nuk na ngjelet hatri me çdo gjë, do ta kemi më të thjeshtë për ta tejkaluar në këto momente. Shenja e shigjetare të shumë e fuqizuar, ndikim në zonën të dukshme, do të kemi një forcim të dukshëm. Do të forcojmë vërtet, do të aktivizojmë vërtet shumë. Mjafton që këtë fuqi ta drejtojnë aty ku duhet, mund të krijojnë mirëqenie ekonomike, datat të cilat shenjës së shigjetare do të këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm, që është data 20 nëntor, duke qenë se do të kemi një hënë të plotë atëherë dhe Marsi do të jetë vendosur tek një udhëfik i cili shkakton dhunë, agresion e të tjerë, është shumë e rëndësishme që gjatë atyre ditëve, pra rreth datës 20 nëntor, të jemi të gjithë të kujdesshëm, po sidomos shenja shigjetare, duke qenë se mund të bien dhe pre e sulmeve të ndryshme. Shenja e peshqve është e ndikuar në mënyrë pozitive në qoftë se fokusohet dhe punon në mënyrë të vetëdijshme për karrierën e tij. Kjo është ndikim pozitiv, vërtet shumë pozitiv. Në këto momente bile në qoftë se bëhen më aktiv, komunikojmë më tepër, krijojmë më tepër marrëdhënie, lidhje, pra kontakte me karrierën e tyre, do të kenë një fuqizim të dukshëm. Shenja e peshqve në këto momente është shumë e fuqizuar dhe në mënyrë pozitive. Prandaj, të gjithë ata që kishin shkruar përpara që ne kemi probleme dhe jemi shenja e peshqve, personalisht do t'i këshilloja që të rishikoni edhe një herë se me çfarë po merreni. Sepse mund të jeni në rrugën e gabuar, prandaj dhe keni probleme në këto momente, ose një ndër ndikimet që kanë në këto momente shenja e peshqve është se është shumë i mjegulluar në logjikën e tij. Mund të jetë në ëndra pak a shumë. Do t'i këshilloj që të shikoni realitetin siç është. Do të flas edhe për ujorin, sepse kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për shenjën e ujorit. Atëherë, këto ishin ndikimet që kishim nga Marsi tek shenjat e ndryshueshme. Do flas nga një fjali për të gjitha shenjat e tjera, se si ndikohet. Shenja e dashit ndikohet në mënyrë pozitive në këto momente në lidhje me nëse dëshiron për të trajnuar, për të zgjeruar botkuptimin e tyre, është pozitive në këtë pikë. Mjafton që të jemi të kontrolluar, se thash kemi super energji sepse është një element zjarri. Në qoftë se nuk jemi agresiv ndaj rrugës që zgjedhim, ose më themi nëse rruga nuk është agresive, kemi mundësi për rritje. Për ta, duke qenë se trajnimi do të përforcojnë shumë edhe karrierën e tyre, do thotë që do të kemi edhe të ardhur materiale vërtet të mira. Shenja e Demit në lidhje me Marsin tek shenja e Shigjetarit është një ndikim pozitiv, por disi pjesëshëm. Arsye që është i pjesëshëm është se do të aktivizohen në mënyrë të dukshme të gjitha bashkëpunimet, por këto bashkëpunime mund të vinë dhe me zhgënjime. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, mund të manipulojmë shumë shpejt dhe mund të nxitohemi, sepse duke qenë se qëllimi mund të jetë paraja, do të thotë që mund të bëjmë edhe bashkëpunime të gabuar, prandaj do të jemi më të vëmendshëm, gjithsesi në qoftë se, siç e thash, jemi të vëmendshëm, kemi mundësi shumë të madhe për rritje, jemi shumë aktiv në këto momente. Një ndër temat që do të këshilloj që të jenë të vëmendshëm vetë shenja e Demit, përsëri në lidhje me Marsin, është se do të aktivizohet dhe shtëpia e tyre e aksidenteve dhe incidenteve, prandaj çdo veprim që bëni, çdo reagim që bëni, duhet jeni shumë të kujdesshëm. Shenja e binjakëve e thash, shenja e Gafores, për shenjën e Gafores aktivizohet shumë jeta e tyre e përditshme dhe shëndeti, prandaj dhe mund të kemi dhe përhapjen e sëmundjeve në këto momente për shenjën e Gafores. Duhet jemi shumë të kujdesshëm lidhur me këtë pikë, nëse se jemi të organizuar jetën e përditshme, kemi të organizuar për bëjmë sport, ushqemi siç duhet të tjerë, kemi fillimin e një periudhe ku mund të jenë shumë të shëndetshëm dhe do të jenë dhe më aktiv në jetën e tyre të përditshme dhe në punën e tyre. Kjo do përkthehet në të ardhur materiale të mira, sepse Jupiter që është drejtuesi i shenjës së Shigjetare në këtë moment është i vendosur tek shenja e tyre. Shenja e Luanit në përgjithësi, jo në përgjithësi, por është ndikim pozitiv, vendosja e Marsit tek shenja e Shigjetarit, do të thënë një aktivizim e çështjeve sentimentale, ka një kreativitet vërtet shumë të lartë dhe këtë arrin ta përkthejnë në të ardhura materiale, në materie më të themi. Pra mund të rregullojnë edhe marrëdhëniet aktuale, mund të fillojnë dhe lidhje të reja, janë më kreativ, janë pak më fëminor në këto momente, janë në frymën e tyre, pra është pozitive si vendosje.
Shenja e çfarë po them? Okej. Përgjigjeshin e thash, shenja e peshores. Për shenjën e peshores mund të nxitojnë shumë kur flasim. Këto, në qoftë se e mbajmë nën kontroll, kemi mundësi që komunikimin ta përdorim për të mirën tonë. Në qoftë se nxitohemi kur flasim, normalisht mund të prishim punë vetes, në përgjithësi është një ndikim pozitiv, janë më aktiv në këto momente, plus ka dhe një kënd pozitiv edhe me peshoren. Marrëdhëniet që kam me vëllezërit dhe me motrat e tyre do t'i këshilloj që të jenë pak më të kujdesshëm në mënyrë se si e thon fjalën, sepse mund të keq kuptohen. Mira po keq për binjakët, e thash, kur ta ve videon te kanali YouTube, mund ta ndiqni që atje. Shenja e akrepit, vendosja e Marsit, që është një prej drejtuesve të tyre tek shenja shigjetare, është ndikim pozitiv. Bile shumë pozitiv, sepse do thotë aktivizim shumë i madh i të ardhurave materiale, ka një vetvlerësim më të lartë, vrapojnë tashmë drejt materjes, dhe kjo do të thotë që do të krijojë një stabilitet vërtet të madh ekonomik. Data 20 që e përmenda, shumë e vlefshme dhe për shenjën e akrepit, sepse rreth asaj date mund të jenë pak më të prirur për të bërë argëtime të kota, pa kuptim. Duke qenë se dhe Mars edhe i kërkojndis Mërkur do të jetë në retrograd, do thotë që investimet që bëjnë rreth atyre datave vërtet që mund të kenë dëme të konsiderueshme, prandaj do të jemi të kujdesshëm, por përveç kësaj është një ndikim shumë i madh pozitiv. Shenja e Pricjapit, sepse shigjetaren e thash, për shenjën e Pricjapit, vendosja e Marsit tek shenja e shigjetarit nuk është ndikim shumë i madh pozitiv. Duke qenë se bota e tyre brendshme vlon, mund të bëjnë shumë impulsiv, mund të reagojnë në mënyrë agresive edhe kur nuk ka fare nevojë. Prandaj do të jenë shumë të kujdesshëm. Marsi është shumë i rëndësishëm për shenjën e Pricjapit, është planeti më i rëndësishëm pas Saturnit normalisht, sepse është drejtuesi i tyre, por duke qenë se Saturni lëviz shumë ngadalë, ata janë shumë të ndjeshëm ndaj Marsit. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja që në këto momente të mendoheni 1000 herë përpara se të veproni. Në qoftë se këta rini ta mbani në kontroll veç, kemi mundësi që të zhvillohemi në mënyrë të dukshme. Dhe në qoftë se nuk reagoni dhe mendoheni dhe vëzhgoni mirë situatë që po ndodh, keni mundësi që të zbuloni dhe armiqt, ata që ja kanë punuar mbrapa krave dhe që kanë shkaktuar dhe dëme në këto momente. Është shumë e rëndësishme. Prandaj dhe shenja e Pricjapit është në një ndër momentet më të rëndësishme të kësaj periudhe. Shenja e Ujorit, për shenjën e Ujorit, vendosja e Marsit tek shenja shigjetare është një ndikim pozitiv, sidomos këto ditë, kjo javë është shumë e rëndësishme dhe shumë pozitive, sepse ka një kënd pozitiv Marsi me Plutonin, prandaj dhe janë aktiv, sidomos nga shoqëria marrin shumë të mira në këto momente, do të këshilloj që të fokusohen aty. Mund të kemi edhe një përzjedhje të personave që nuk janë shumë të shëndetshëm për ta nga shoqëria e tyre. Datat 20 nëntor edhe për ta është e rëndësishme, duke qenë se këtu mund të përballen me zhgënjime të rëndësishme dhe në qoftë se veprojnë në bazë të këtyre zhgënjimeve mund të shndërrohen në persona shumë agresiv. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që gjatë atyre ditëve t'i thonë gjithë po urdhra se urdhron, pak a shumë. Shenja e Peshqive thash në lidhje me këtë temë të paktën. Faleminderit të gjithëve dhe natën e mirë.